Po jetojmë në një kohë që e dëgjoj shpesh këtë fjalën brezi dhim. E para një nuk ka pikë edukate kur e drejtojnë këtë fjalë, edhe si kemi qenë ne 14 vjeçe, kemi lindur në vini me lope, vini me dhi, po patjetër. Dhe unë i përkas atij brezi. Qoftë në fshat, qoftë në qytet, ne i përkasim një lloj brezi që kemi vajtur të gjithë me lop, me dele, me dhi dhe nuk e kemi problem. Dhe sot që kemi gjërat tona, jemi rritur, jemi adaptuar në këtë kohë që jetojmë, prapë nuk e kemi problem t'i bëjmë ato gjëra. Ndoshta nuk mund t'i bëjmë siç kemi bërë atë kohë, por që i bëjmë, se jemi të adaptuar në atë lloj pjese. Por nuk mendoj që fajin e ka brezi që është sot. Fajin e kemi ne, jo brezi që po rritet. Sepse të vesh në Europë dhe në përbot, nëse ti shef një fëmijë që ka një boyfriend, është më se normale, kurse në Shqipëri të kesh një boyfriend, nëna jote e para, që është familja, të vë atë epitetin t'ju bëre pika, mos ta them. Dhe nuk më duket fare etike ti thush një fëmijë adoleshent, 15 vjeç, 16 vjeç, ku ka fazën e pubertetit, që patjetër që i lind ajo dëshira për të pasur një të dashur, dhe ti thua ti u bëre pika, hoqe virgjërin, hoqe këtë butalliqe. Patjetër që fëmia jote kur e dëgjon këtë fjalë, ti automatikisht jep një sinjal fëmijës tat që ai nesër ty mos tregoj asnjë gjë dhe të shkoj te këto gabime fatale që kemi sot. Nuk jam as e madhe, as e vogël në mosh për t'i prekur të dyja këtë lloj botësh që po jetojmë tani. Botën e atyre love që kemi jetuar ne adoleshentët edhe këtë botë sot. Kur kemi qenë ne adoleshent, më fal pak, ose kur kemi qenë në shkollë, në kohën e tonë që ishim në adoleshent, të gjithë e mbajnë mend që ne kur ishim fëmijë hanim bukë me vaj me krip, bukë me sheqer, vinim në dorë, kur binte të borë, ne vinim rrështisnim. Bënim nga to, bënim sa gjëra që i provizonim, kurse fëmijët sot nuk i kanë. Lodrat e tyre sot janë PlayStation, apo ja. Sot lodrat e tyre janë telefonat, janë kompjuteret, janë udhëtimet. Tani më fal pak. Ju prindër kërkoni që fëmijët tuaj të bëjnë ato gjëra që i keni bërë ju kur keni qenë fëmijë ose ne? Nuk ka shanse. Nuk po ju kërkon kush t'i kuptoni, thjesht updatohuni. Në kohën që unë kam qenë moshë adoleshentëve, ne nuk kur bënim projektet shkollore, bënim ato projektet dhe i bënim me fleta, jo me kompjuter. Kishim vetëm ca kompjutra të mëdhenj, me atë trurin. Sot janë bërë të hollë, po kanë qenë sa të trash atëherë kur ishim ne student. Në gjimnaz, kur ishim adoleshent flas. Në familje kishte vetëm një telefon, nuk kishte shanse që mosha jonë adoleshente të kishim ne telefone. Ne duhet ta merrim telefonin vetëm kur vinim shkollë të lartë. Mosha jonë nuk kishte shanse që në familje të kishte laptop sepse i rritë shmenja dhe s'kishim mendjes duhet vinte vdiste filani, kishim sebepe, kishim halle dhe duhet vini me lekë të tjerë. Dhe ky është realiteti i kohës që ne kemi përjetuar. Kur ne kishim nevojë të blinim tesha, nuk blinim tesha atëherë. Blinim tesha vetëm kur fillonte viti shkollor, një paltuta, një bluze, një xhiboks, atlete, çorape, i blinim vetëm në fillim të shkollës, jo vetëm unë, i gjithë brezi. Kurse sot blejnë çdo ditë, çdo sekondë, çdo minutë dhe prapë nuk janë të lumtur. Dhe arsyeja e qëndron sepse ju nuk adaptoheni. Jo brezi është shumë i lumtur. Është shumë i lumtur në atë çka po jeton, por thjesht ju nuk updatoheni dhe sot ndodhim në këto gjëra. Sot në çdo familje sa pjesëtar ke çdo laptop, sa persona ke në familje, maksimumi mund të kenë 3 telefona. Gjë që nuk ekzistonte në kohën tonë. Dhe nuk është brezi i dhim. Jemi ne të dhim që e kemi bërë këtë brez të dhim sot. Sepse ne në vend që ta kuptojmë rinin dhe në vend që ta përkrajmë fëmin, po i themi sa po shikojmë që në përbot është më se normale të kesh një boyfriend, sidomos në zonat periferike apo zonat thella, kjo është gjë ekstreme, fillon dhe bullizmin ekstrem, dhuna psikologjike, fizike e njerëzve, duke thënë ti, do thonë si goca filani, të shoqëru me filanin, kush e di çai ka bër filani, atë e ka tall filani, nuk e mori për grua. Edhe ky është një realitet. Është një realitet që ne sot e ekzistojmë dhe dalin pastaj prindrit dhe publikojnë të dhona në internet nga ik vajzës time i ka ndodhur kjo gjë. Jeni ju shkaku. Mos u bëni prindër kur nuk jeni të zotët për t'u adaptuar me kohën që jetohet. Ti je prind, nuk do të thotë vetëm të bësh një fëmijë. Ti dalësh për Zot derisa ti je gjallë. Se fëmia ka nevojë për këshillat e tua.
Jo se ti nuk gabon dhe nuk lodhesh, pa tjetër që lodhesh, por e ke provuar diçka më tepër se fëmia jote. Kujdes, kur thoni është brezi kesh, thjesht jemi ne të kesh, nuk kuptojmë ata dhe nuk updatojmë me gjërat e tyre.